Vllaznia ka arritur të sigurojë kualifikimin në turin tjetër të Kupës së Shqipërisë, duke mposhtur Pogradecin me rezultatin minimal 1-0 në ndeshjen e luajtur në stadiumin Loro Boriçi. Goli vetëm i takimit u shënua në minutën e 85 nga Elmando Gjini, duke i dhënë fitoren kuqebluve pas një përballje të vështirë dhe me pak raste të pastra shënimi. Edhe pse objektivi u arrit, paraqitja e vllaznisë nuk ishte në nivelin e pritur, duke zhgënjur tifozët, por nga cilësia e lojës dhe ritmi i zhvilluar gjatë 90 minutave. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Edi Martini tha se ky kualifikim ishte i rëndësishëm dhe se vëmendja tashmë është tek ndeshja me Ignatian. Po, e vështirë. Pogradeci ka ekip mirë, pavarësisht se ne duhet mendoj ishin favorizuar sot sepse ta ka një javë kohë me përgatit neshjen tjetër që fillan kampionati mas një javë, nëna fillan mas 3 ditëve. Ishim detyruar të lëshim pjesën më të madhe të lojtarëve të sot, justo që po kishim 6 lojtarë që si kishim futur formacionin e parë. Po gjithsesi u bën neshje e vështirë, edhe terreni shumë i rëndum. Megjithatë e rëndësishme ishte kualifikimi, e rëndësishme ishte që lojtarët që u doshin me lënë pushim dhe të kishin forca për ndeshjen e mërkurës. Kjo ishte më e rëndësishme për ne sot. Nga ana tjetër, trajneri i Pogradecit Emiliano Çela u shpreh se ndaj vllaznisë ishte një test shumë pozitiv. U bëj ndeshje e luftuar, u bëj ndeshje që pati goxha histori brenda. Patjetër që vllaznia pati dominancë në çakullim, në posedimin e topit. Ne munduam të shfrytëzojmë ato rastet tona që për mendimin tim ishin fatale. Mund të përmendim mos rastin që kishin vetëm për vetëm me Grecën, por edhe 2 shtyllat që goditën. Kështu që unë mendoj që çunat dan maksimumin. Mendoj që ishte një paraqitje pozitive të gjithëve. Personalisht, për mua si trajner, më shumë ishte një test i rëndësishëm për sa i përket qëllimit fizik të ekipit. Pra, kjo ndeshje shërbeu si maja e icebergut të ngarkesave që kemi dhënë gjatë kësaj kohe. Kështu që të paktën nga përgatitja fizike jemi shumë të kënaqur. Edhe qendërmbrojtësi Elmando Gjini, i cili shënoi golin e kualifikimit për vllaznin, ishte shumë i lumtur me këtë fitore. Një ndeshje shumë e vështirë. Pogradeci meriton komplimentet e veta, po ne ndërguam në fund se jena ekipi më i mirë. Të dy ekipet kanë treguar dëshirë dhe grim të lojë dhe besoj fati na ndihmoi neve. Tashmë vllaznia kalon më tej në kupë, por me shumë pikpyetje sa i përket formës dhe lojës së treguar.